E mërkura e fundit e nëntorit. 4 shenja marrin mesazhin vendimtar. E mërkura e fundit e nëntorit mbërrin me një energji të fortë dhe të pazakon, një energji që nuk shfaqet shpesh gjatë muajit. Kjo ditë sjell një portë të veçantë, një paralajmërim dhe një thirrje të brendshme për disa shenja të zgjedhura. Disa prej jush do të marrin një shenjë të pastër, një zgjim emocional, një sinjal që ndryshon mënyrën se si e shihni një situatë. Nëse ke ndier lëkundje, intuit të fortë, presion të lehtë ose një ndjesi se diçka po afrohet, atëherë kjo ditë nuk është e zakonshme për ty. Universi flet më qartë se kurrë. Dashi. Kjo e mërkur të vendos përballë disa zgjedhjeve të rëndësishme që lidhen me rrugën tënde profesionale dhe vendimet që i ke shtyrë prej kohësh. Mund të marrësh një sinjal të fortë për të ndryshuar drejtim, për të qëndruar i fokusuar ose për të mbyllur diçka që të ka mbajtur pezull. Në punë, dikush mund të japë një informacion me vlerë, dëgjoje me kujdes. Në dashuri, energjitë janë të forta. Mund të ketë një afrim të papritur, një sinqeritet që të prek ose një sqarim emocional. Financat kërkojnë organizim, por nuk ka rrezik. Intuita është shumë e lartë dhe të paralajmëron të mos nxitohesh. Mesazhi i universit për ty është i qartë, mos u frikëso nga vendimet e mëdha. Sot fillon një kapitull i ri. Gaforia. E mërkura e fundit e nëntorit sjell një thellim emocional dhe një moment reflektimi që të zbulon një të vërtet të rëndësishme për veten. Mund të ndjesh se disa gjëra që kanë qenë të mjegullta më në fund marrin formë. Në dashuri, një bisedë e butë ose një afrimitet i sinqert të rikthen harmoninë. Beqarët mund të marrin një sinjal nga një person që ka ndjenja të vërteta. Në punë, mund të shfaqet një mundësi që kërkon kujdes dhe intuit. Financat janë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet emocionale. Energjia e kësaj dite është si një dritë e brendshme që të tregon çfarë duhet të ndjekësh dhe çfarë duhet të lësh pas. Mesazhi yt është i qartë, hap zemrën dhe ndiq intuitën. Peshorja. Kjo ditë sjell një valë qartësie dhe harmonizimi për ty. Mund të zgjidhet një çështje që ka qenë pezull prej javësh, ose mund të marrësh një lajm që të qetëson mendjen. Në dashuri, komunikimi është çelësi kryesor. Një bisedë e drejtë dhe e sinqertë të afron me partnerin ose me një person që ka qenë i paqartë. Beqarët duken tërheqës dhe magnetik sot. Në punë, bashkëpunimet janë të favorshme dhe mund të marrësh një ftesë që sjell një mundësi të re. Financat janë të mira, por kërkojnë vëmendje për detaje. Energjia e kësaj dite të shtyn të mos fshihesh pas dyshimeve. Universi të jep dritën jeshile për të bërë hapa të guximshëm. Kjo është dita jote për ekuilibër dhe drejtim. Ujori. Kjo e mërkur të zgjon kreativitetin dhe intuitën në një nivel të ri. Mund të vi papritur një ide, një shans, një komunikim që ndryshon drejtimin e ditës. Në punë, je një hap përpara të tjerëve në mënyrën si mendon dhe si zgjidh situatat. Në dashuri, dikush mund të afrohet me energji të sinqertë që të prek. Beqarët rrezatojnë magnetizëm dhe tërheqin admirues. Financat janë stabil, por shpërblime të vogla mund të shfaqen papritur. Sot është një ditë e shkëlqyer për të nisur diçka të re, qoftë ide, projekt apo ndryshim personal. Energjia e kësaj dite është thirrja jote e brendshme. Mos u përpiq të përshtatesh me të tjerët, shijo origjinalitetin tënd. Nëse je një nga shenjat që mori këtë mesazh, dije se universi po të udhëheq drejt një dite shumë të rëndësishme. Shkruani në komente. E pranoj mesazhin e kësaj të mërkure, le të aktivizohet energjia vendimtare. Mos harroni të bëni like, të abonoheni në zërin e universit dhe të ndani videon me ata që kanë nevojë për këtë udhëzim. Drita e kësaj dite është me ju.